my name is Ilona. I'm coming from Macedonia. And this project is like very nice because you gain always like a lot of new friends and a lot of new connections from people from other countries. And not just friends, but also you gain new skills and competencies. For example, in this project, we had the opportunity to learn how to create our new business and also try different exercises and improve our communication skills or creative skills. Unë jam Elena and I came from Macedonia for this youth exchange in Pogradec, and I like it very much because I think I'm improving here my skills about team working and about volunteering, and I think that this influenced on me very much. I learned so many things like multiculturality and also how to work in groups. So I come from Italy and I was on Facebook looking for something, like looking randomly, when I saw that there was a guy writing that there were places for Albania to Pogradec. So I decided to come here and see what was this project, and I found it very interesting. So I learned how to work with groups because we always work in groups, and also, well, this place is beautiful, I love it, and I learned how to use creativity, new ways to interact with people and new cultures, and well, defeat the barriers that are between cultures. I think that can be useful also to find new opportunity to job. Hello, I'm Mihai from Romania. I'm very happy to be here. I find it a great experience, an enjoyable experience. We learn here a lot of things, a lot of new things, and it's very nice. Përshëndetje, unë jam Selda Gorovelli, koordinatore të rinjve në shoqatën Youth for Social Changes. Ky projekt, i cili ka filluar në datën 9 maj dhe do të mbarojë në datën 19, ka si qëllim të përfshijë të rinj nga Turqia, nga Rumania, nga Italia, nga Maqedonia dhe gjithashtu sigurisht nga Shqipëria, me qëllim që të zhvillojnë idetë e tyre dhe të kapërcejnë ato pengesa të cilat të rinj zakonisht i hasin në jetën e tyre të përditshme për të shprehur idetë e tyre kreative dhe inovative. Kjo në lidhje me sipërmarrjen sociale dhe gjithashtu, çka është më e rëndësishme në kontekstin e këtij shkëmbimi rinor, është që të rinjt mblidhen së bashku për të shkëmbyer eksperiencat të vendeve të tyre respektive në lidhje me problematika që has rinia në këto vende. Dhe kjo është mjaft e rëndësishme se sa të mësosh apo të shfletosh libra apo të lexosh nëpër lajme, pasi eksperiencat janë vërtet të prekshme dhe janë vërtet të vlefshme, mund të them, edhe në lidhje me shkëmbimet kulturore dhe me të mësuarin nëpërmjet njëri tjetrit. Ky trajnim sigurisht është i rëndësishëm edhe për vendin ton, pasi këtu në këtë qytet kaq të vogël kemi mbledhur 35 të rinj nga vende të ndryshme, në mënyrë që edhe të promovojmë disi kulturën ton, por edhe vendin ku jetojmë, dhe këtë qytet kaq të vogël por edhe shumë të bukur. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme të cilën duhet ta themi për këtë shkëmbim rinor është mbështetja që kemi nga Komisioni Evropian, nga i cili dhe ky projekt është aplikuar dhe është fituar dhe nga i cili ka marrë fondet përkatëse.